Ka indikacione për kartel edhe të autoshkollat. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës po verifikon mbi 40 autoshkolla, pasi dyshon se janë marrë vesh për çmimet e trajnimit të kandidatëve për drejtues automjetesh. Përndryshe, nga fillimi i këtij muaji, autoshkollat e rritën çmimin e trajnimit për 8.500 denar, pra për rreth 35%, kështu për marrjen e patentës së shoferit për kategorinë B, në vend të 24.400 denarëve, tani kërkojnë 33.000 denar. Nga komisioni thonë se kanë bërë inspektim dhe janë duke mbledhur prova. Gjatë inspektimit janë konstatuar indikacione që tregojnë mundësi për sjellje të harmonizuar të autoshkollave, kartel në formimin e çmimit për trajnimin e kandidatëve për drejtues automjetësh, që paraqet potencialisht shkelje të nenit 7 paragrafi 1 i ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Ndërkohë nga autoshkollat të cilat i kontaktoi televizioni 21, atëherë deklaruan se vendimin për rritjen e çmimit e kanë marrë vetë në një takim dhe se janë detyruar të marrin një hap të tillë pasi shpenzimet janë rritur, ndërsa çmimi nuk ishte lëvizur prej 10 vitesh. Para 15 viteve kishin të caktuar çmimin më të ulët nga shteti prej 19.300 denarëve, por para 10 viteve e rritën në 24.500, që tani të rritej në 33.000 denar. Me regulirani od najniska cena dobit na pred 15 години, от държавата, после това сами се изголемувахме, затова вече не може да се издържи. Друго беше пред 15 години, друго беше пред 10 години, нафтата се качи, продуците са зголемија и това. Nga komisioni thonë se nëse konfirmohet ekzistimi i marrëveshjes së ndaluar, do të merren masa të duhura në përputhje me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Kohët e fundit u zbulua kartel edhe në biznesin e sigurimeve. 10 kompani sigurimesh u gjobiten me gjithsej 280.000 euro, sepse kishin rënë dakord të shtrejtonin polisat e sigurimit të përgjegjësisë së automjeteve, ndërsa më herët 4 supermarkete u gjobiten me nga 50.000 euro për kartel të çmimeve. Lidhja Odave Ekonomike u gjobit me 18.000 euro.